Fjolla, kalojmë tek një tjetër lajm i cili flet më shumë për një sukses të ambasadorës më të mirë të Kosovës që ka në botë, ajo është Dua Lipa, e cila ka shkruar një tjetër histori në rrjetet, në fakt me punën e saj, e që lajmet më pas janë bërë publike në rrjetet sociale, ka të bëjë diçka me Spotify apo jo? Po, Dua Lipa është artistja e parë që ka 4 këngë mbi 2 miliard views-a kështu, me që i bjen po streamers që janë në Spotify, edhe është bo gëgja lajm në përbot, në për mediat internacionale, që kjo është gruaja e parë që ka bo, dhe po më janë shumë mirë që këto suksese po i bojnë vajzat edhe djemt që po vinë prej Kosovës. Dhe është asaj se në pak muaj Dua Lipa risjell edhe njëherë festivalin e saj të përvjetshëm në Kosovë. Ende nuk është përfolur për emrat se kush mund t'jenë të pranishëm, megjithatë thuhet fjolla se interesimi është jashtëzakonisht i madh edhe i të huajve për qenë pjesë e këtij festivali, apo jo? Po, se na i kemi pa që Dua Lipa së bashku me babin e saj kanë sjell goxha emrat njohur në Sunny Hill, edhe normalisht që njerëz dojnë me shku, edhe besoj që shumica tu e njoh Dua Lipën, vazhdojnë edhe shkojnë në për koncerte, edhe normalisht që dojnë me pa Dua Lipën të performu, ose këngëtar tjerë që Dua Lipa edhe Dugaxhin Lipa i sjellin në... Kur flasim për emrat cilët kanë qenë pjesë e Sunny Hill Festival, dim se ka pasur prej emrave më të spikatur të showbizit ndërkombëtar, ka qenë Shawn Mendes herën e fundit, Miley Cyrus në të kaluarën, ka performuar vetë Dua Lipa. Ka emra të tjerë, më pas DJ shumë të njohur si Calvin Harris dhe të tjerë. Është përfolur për ndonjë emër? Jo, ende nuk është përfolur, pasi që edhe biletat që janë në shitje janë early birds, që nuk janë ende... Pra, biletat mirën, por emrat e këngëtarëve ende nuk dihen. Besoj që masit të kryet që ajo periudhë, ata kanë me i lansu edhe emrat. Dhe pritet po besoj që të ketë edhe këtë vit emra. Nuk dyshoj, si gjithmonë. Do ishte ideale, ndoshta të ishte në një performancë edhe Bebe Rexha apo Rita Ora, sepse për të njëjtat shpeshherë është diskutuar sidomos me Rita Orën nëse ka pasur ose ka raporte të mira Dua Lipa. Nuk e di, kështu e kemi një intervistë të Dua Lipës shumë mëte, ku është në Londër, edhe tregon që ka idol Rita Ora. Atëherë ka qenë shumë e re. Po, ka qenë shumë e re, e tash nuk e di ai ka ndryshu mendimi ajo, veç nuk po besoj që kanë ndaj arsye me kanë rivale kur të dyjat kanë suksese shumë të mëdha. E qartë fjolla. Diskutojmë kur